Një aksident me pasojë plagosjen e 6 të miturve është regjistruar mbrëmjen e së premtes në zonën e Fanit në Mirdit, pasi një automjet i drejtuar nga një 16 vjeçar humbi kontrollin dhe u përplas me një shtyll. Sipas informacioneve paraprake, i mituri kishte marrë automjetin pa leje dhe gjatë lëvizjes nuk ka mundur ta mbajë nën kontroll, duke shkaktuar aksidentin. Në automjet udhtonin dhe 5 të mitur të tjerë, të gjitha afër me njëri tjetrin. Si pasojë e përplasjes, 6 fëmijët pësuan lëndime të ndryshme. Më e dëmtuara është një vajzë 12 vjeçare, e cila dyshohet se ka pësuar frakturë në legen, ndërsa 2 të mitur të tjerë kanë marrë fraktura në gjymtyr, 4 fëmijë të tjerë kanë pësuar dëmtime të lehta dhe mesatare. Pas të dhënies së ndihmës së parë në spitalin lokal, të plagosurit u transportuan me 6 autoambulanca drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Burimet mjekësore bëjnë me dije se të gjithë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas aksidentit, në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kryen veprime procedurale dhe nisën hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, 16 vjeçari është proceduar sipas dispozitave ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë dhe shkaqet e sakta të aksidentit.